Këtu. Une arsimi edhe andaj, apo e kundërta. Valla ju më monoton me qëto arsimi e nda, s'po dhja dhe vetë shmja gjithë një moduli tjeta, veç okej. Po e thejmë pak. Sot do të bëjmë diçka me kalamarin bushur. Do mushim me oriz edhe me pak spanaq. Kështu që po e presim. Qatë nga thot me ble, kina me ble, po duhet edhe mi pregadit kur di ble. Vëllon që ku I kem kalamarit, orizin e kem gjysht zim, jo krejt komplet, spanaq, domate. Fillimisht edhe ezëm këtë shpëreti, vajnë e ullirit, shto, mos të harrojmë qepën, t'i fërgojmë pak, jo shumë pak, edhe hudrën, Qashtë, bravo. E tash, tope e bojmë të gatshme për salcë. Se këta mujna me mush, dhe më thonë këto për pregaditim edhe për salcë, për pregaditim edhe për oriz. Njerë për pregaditim orizin. E pas taj, kalamarit. Domate. E tash edhe qëtu përpresëm. Desa të nxehet pak. Se janë ndrumë të nxerën, se ma shpejt e bojmë këtu edhe ma mirë bëhet. E ato e rujna veç për me I fërgu këto kalamarit, masi që ti mushëm. Kjo veç ka fillu mu zbut, orizi. Misionit do të pregaditëm orizin në atë mënyrë që jenë e I langshëm për mranë. Mirë po, edhe të kenë yndyrë mjaftushëm. Kjo është veç gati e kemë, mos të aprojmë krypën, se kemi orizin e kemi zi pa kryp, për nëse e zina me kryp si qesëm. Spanaqen. Ko pas koja qesëm, se kështu doke që kina qitë shumë, po gjatë fërgimit kjo hup, mos të harrojmë hala lang orizi, me bo mak lang shumë, dhe sa se kjo orizi e thith hala lakshtin. Qështu, edhe pak spanaq. Kjo qështu, qesëm pak parmezan, me pas një ndyrë jo shumë. Qështu, da mujna mi qitë edhe kashkavallë si mas dëshires, edhe bizeli, edhe më thonë perime, ato që ka na e dëshirojmë. E lojmë pak letë thaët, dhe më thonë letë shterët edhe pak orizi, sa me fituat kompaktësin, homogenizimin me këtë parmigianin, nërkohë marëm kalamarit, rëmojcat metalike, në mundim edhe me rëmojcat tjeshta me bo, mi po masive që unë I kom, mi shfrytzu,
Të lëm pak që të më ftoftë, e qesëm tiganin që e zajnë sënë skarën. Vajnë e ullirit, sigës kësaj rradha i qesëm pak ma shumë. Ja nalëm pak që me u pregadit kënë në veti. Unë dhe jo shumë. Qashtë, bravo. Të lëm pak me përzije, me ftofë. Edhe fillojna me i mush kalamarit. Si mërës dëshirës na mujna mishtu. Halas panash. Edhe filloj me i mush kalamarit. I mush më një shumë. Thjesht. Që shto. Dikush i mush me thes. I mush të thesën edhe mush se i mush ma shpejt. Mirë po, unë nuk e praktikoj me lukë. Se më doket e kam atë ndjesinë se sa është raske më nëna. Kështu që e marrë një lukë pak ma të vogël. Edhe filloj me mbushin. Edhe kjo hoqë qështu. E që është të tash. Po më doke që e kemë gati. Po që shruvet. Nëse mushet kjo plot, atër pëlcet. Pëlcet kalamari. Që qesim ka bagu që të mos nga së të pikë shumë. Edhe veç duhet me prit. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam përgatim. Këtë ja shtojmë mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Tash, shkojmë qëto. Qështu. Që kje qaj masa që kemi përfituna, dhe më thonë është pire orizit. Na duhet edhe pak kryp, na duhet edhe pak biber. Na duhet edhe pak kësi longu. Ja qështu. Hajde të këshim qa kemë qëtë, shumë bukur. Qëto na duhen edhe pak, se këto jenë bo. Pa që s'kom qora pa e kap me dura, më që përshet ke, bëz në teshit. Shumë bukur. Tash, të stullojmë. Më shumë e kapë. Që rëshet, e të mos e kap me dorë të dhe. Qështu. Kjo hike, kjo nuk është e qëkore, kjo nuk është e djegne. Këto veç jenë të gatshme. Këto mujna veç me i servu. Këto përmojnë që qështu përqesëm.
kështu. Të largojmë kështu. Provon një me gishta. Limoni. Qështu. Bravo, edhe qëto e nalëm krejt. Që kjo është qaja që neve na duhet. Kem pak salcë peshku qëto, të shtojmë edhe pak vaj ulliri. Që kjo është që ajo. Na boh mirë.